Këtor do të mi shkyq, mi hek edhe ti dush me bu një kërkesë për lidhje të re. Se kjo është lidhje ilegale. Vesh diçka janë. Ti mi bjerë mu tjerat, i hek këtu, s'ka problem? Jo, na këtu do të mi hek sët. Pra rryma që është shpenzu për dy lokalet në aj, nuk është faturu. Nuk është faturu, nuk është regjistru, pasi që konsumatori këta 2 njësor i ka vendosur pa pëlqimin e kjetësit. Do më thonë, me këtë kablo, konsumatori për e vjetë energjinë elektrike. Vjedhja e energjisë elektrike është njëra ndër arsyet e rritjes së çmimit të energjisë elektrike në mbar vendin. Në qindra raste brenda vitit, ekipet e KEC-it arrin të dokumentojnë që bizneset dhe konsumatorë individual keq përdorin energjinë elektrike. Këtor do të mi shkyq. Po pa të mos ma le lokalin të ashti, se na është bjeni tjerat, mërni këtu. Po s'ke bu kërkesë. Tu sa të hargjën në paguj. Do gjëm kërkesë për lidhje të re nuk e bu. Keqpërdorimi i energjisë elektrike është vepër penale, e cila sipas ligjit ndiqet në gjykat. Procedurat i lejojnë KEC-it që të ndikojë drejt për drejt në çmimin e saj, teksa miliona euro nga energjia vjedhur në fund paguhen nga të gjithë konsumatorët pa dallim. Për ta luftuar këtë dukuri, një ekip i specializuar i KEC-it është ndërtuar me kompetenca për të gjurmuar vjedhjet e energjisë elektrike. Të bazuar në njësinë qendrore të KEC-it, ekipi grumbullon informacione inteligjente nga burime të shumta të informacionit. Pas analizimit, ekipi special ka për detyrë dokumentimin e vjedhjeve të energjisë. Planet e kontrollit bëhen në bazë auditore nga ky ekip, ndërsa kontrollet në terren nisin varësisht nga informacionet që janë pranuar. Në një mëngjes shtatori, ekipi niset për në terren për të verifikuar informacionet inteligjente. Sistemi elektronik i kontrollit të shpenzimeve të energjisë i mundëson KEC-it të nxjerrë të dhënat dhe nga aty të identifikojë nëse në zonë ka keqpërdorim të energjisë. Atëherë përvrem se të ky njësor plomba distributive janë të kputura, po vetëm i ka vendosur formalisht. Nga zyra e tyre në Prishtinë, ekipi që në qendër ka kompetenca të veprojë në të gjithë Kosovën, ka vendosur në lup disa biznese në rajonin e Pejes. Në përcjellje të njësive speciale të Policisë së Kosovës, ekipi special për gjurmimin e vjedhjeve, një mëngjes shtatori, nisi aksionin për trajtimin e informacioneve inteligjente për keqpërdorim të energjisë. Kur gjithçka ishte gati, ekipi u afrua te biznesi i dyshuar. Disa lokale të natyrave të ndryshme, të cilat ishin të përqendruara në një objekt, ishin cak i kontrollit. Informata inteligjente fliste se një pjesë e energjisë e cila po shpenzohej në atë pjesë po faturohej. Allez, j'attends, je suis là maintenant le tour. Je suis à une allure. Në momentin e parë, ekipet e KEC-it dokumentuan dyshimet e tyre. 2 njësor elektrik dyshohet se ishin vendosur nga pronari i biznesit në mënyrë ilegale. Energjia elektrike që shpenzohet përmes këtyre 2 njësorëve nuk faturohet, rrjedhimisht keqpërdoret. Pronarit i kumtohet lajmi se këta 2 njësor do të konfiskohen dhe i njëjti udhëzohet për veprimet që duhet t'i ndërmarrë. Këtor do të mi shkyq, mi hek edhe ti dush me bu një kërkesë për lidhje të re. Se kjo është lidhje ilegale. Vesh diçka janë. Ti mi bjerë mu tjerat, i hek këtu, s'ka problem? Jo, na këtu do të mi hek sët. Në minutat e parë të operacionit të kontrollit, ekipi special i KEC-it ka arritur të dokumentojë probleme. 2 armatës të cilët ishin vendosur jashtë procedurave do të konfiskohen nga ekipi i KEC-it.
atëherë konsumatori njësorin e regjistrum e ka në katin e parë, ku do më thonë energjia e shpenzuar aty matët dhe faturohet. Mirë po në katin e dytë, konsumatori ka bërë hapjen e 2 lokaleve të ndryshme, ku këto lokale furnizon përmes njësorëve ilegal, të cilën tash janë të konfiskuar, pasi që shpenzimi tek këta njësorë nuk faturohet në kec. Pra, mënyra korrekte për me u furnizu këta 2 njësorë, duhet me u kyç përmes njësorit legal i cili faturohet në kec. Pra rryma që është shpenzu për 2 lokalet në alë, nuk është faturu. Nuk është faturu, nuk është regjistru, pasi që konsumatori këta 2 njësorë i ka vendosur pa pëlqimin e kecit. Në pak minuta ekipi special i kecit arriti të dokumentoj burimin e keqpërdorimit të energjisë elektrike në këtë biznes, teksa sipas procedurës u hartua edhe proces verbali me konstatimet nga terreni. Informacione tjera inteligjente tregonin se një biznes tjetër në zonën e Pejes po e keqpërdorte energjinë elektrike. Dyshimet janë se ka keqpërdorim të energjisë elektrike. Ekipi do verifikoj informacionet në minutat e parë të operacionit. Ajro, qëshje? Prej kecit jem një ekip e kontrolës, s'kena më një kontrol të rrymës. Pronari i këtij lokali kishte instaluar lidhje paralele të furnizimit me energji elektrike për disa pajisje. Përmes një kabloje ilegale e cila nuk kalonte përmes ormacit, pronari furnizonte me rrymë aparatin e kafes dhe pajisjet të tjera që paraqet vjedhje të rrymës. Tash këtu e kemi ndërprej energjinë elektrike, edhe vazhdojmë për kontrol. Në këtë rast nuk do të me posë energji elektrike të shumë kërkëm. Afro në ashtë? Atëherë përshome që këto është lidha direkte, përmes sigurisës kryesore furnizon 2 shtekera, që kolegë po talë shaj keqpërdorimin apo vjerë rryma? Po. Përmes kësaj kablë tash po e furnizon aparatin e kafës edhe mullinin për blurjet kafës. Do me thonë këto 2 pajisje janë jashtë njësorit, nuk po faturohen. Do me thonë me këtë kablo konsumatori po e vjedh energjinë elektrike. Lidhja ilegale urdhërohet të shkëputet. Tash procesi punës është kur të gjejmë keqpërdorimin, duhet me bu edhe eliminimin e tij që mos me lënë mundësi konsumatorit përsëri me bu këtë vepër. Sipas rregullit, KEC harton proces verbal dhe dokumenton secilin veprim me fotografi. Materialet me pas përdorur në procedurën gjyqësore që zhvillohet ndaj abuzuesve. Për vjedhjet e energjisë rreth 1000 kallëzime penale janë dorëzuar në prokuroriçe nga janari vitit 2025. Dënimi për vjedhje të rrymës mund të shkojë deri në 3 vite burgim. Në orët e para të një dite shtatore, ekipet speciale për gjurmimin e vjedhjeve dokumentuan keqpërdorim të energjisë elektrike në 2 raste, ndërsa dyshimet flisnin për vjedhje të rrymes edhe në një zonë më të thellë të Pejes. Sistemi orëve digjitale i mundëson kecit që nga distanca të shkyq orët e konsumatorëve që nuk i kanë paguar faturat e energjisë. Në këtë rast, energjia ishte ndalur për një konsumator, por të dhënat inteligjente kishin sinjalizuar se i njëjti kishte rrymë edhe gjatë ditëve kur energjia e tij elektrike ishte zyrtarisht e shkyqur nga sistemi. Konsumatori i cili e ka njësorin e vendosur në shtyllën elektrike ka instaluar një lidhje direkte për ta furnizuar shtëpinë dhe biznesin e tij. Rryma që shpenzohet në këtë rast nuk faturohet, rrjedhimisht vjedhet. Konsumatori në fjalë ka të vendosur njësorin elektrik në shtyllë, mirë po e ka të shkyqur për arsye borxhi ndaj kecit. Mirë po konsumatori ka bërë lidhje direkte në shtyllë, ku tash për momentin është duke i furnizu shtëpinë, njëkohësisht minimarketin edhe sallonën ndolimin me energji elektrike pa mati. Do me thonë njësori është i shkyqur, mirë po
shpenzimi i energjisë elektrike është duke u bërë pamotje. Nga 5 kontrole brenda një dite në rajonin e Pejës, ekipi special i Kecit arriti të faktojë në 3 raste keqpërdorim të energjisë elektrike. Keqpërdorim të energjisë elektrike, ekipet speciale të Kecit të destinuara për gjurmimin e vjedhjeve hasen edhe në një biznes në rajonin e Mitrovicës. Në shoqërim të njësive speciale, ekipi që është i specializuar për të jetuar e dokumentuar vjedhjet e energjisë, nisi kontrollet për të trajtuar dyshimet. Fillimisht, rryma ndalet në të gjithë objektin për të parë nëse zonat e caktuara vazhdojnë të kenë rrymë. A unoll rryma që tajtë? E nalë tjo, nalë me neve anej. Se i pat pumpat me uri legale, bazenin e mrenshëm. Jo, na i nalëm ato, për atë jeshit. Këtu erdhën me shmontu me hirë. Kush erdhën me shmontu me hirë? Jo, po s'halë shok që rapët vjen? Zvjen, se këna nollë në atje uri. Tash, qëtë pjesën që këne e ki me uri legale anina. Pumpat, bazenin e qëtu. Ku ka rrymë, nuk janë me uri legale. Pronari një pishine të mbyllur dhe vilave kishte instaluar 2 linja paralele nga shtylla elektrike, teksa njëra furnizon të ormacin ilegal. Rryma që kalon të përmes këtij njësori ilegal nuk faturohej. Konsumatori u gjet duke keqpërdorur energjinë elektrike, ku përmes shtyllës me 2 kablo ka furnizuar objektin në fjalë. Njëra kablo ka furnizuar njësorin i cili ka qenë i regjistruar në Kec, ndërsa tjetra kablo ka furnizuar një njësor ilegal, të cilat kilovat nuk janë faturuar në Kec. Janë demontuar 2 njësor, tash njësori i ri i cili i mot të 2 kablot vendoset lart në shtyllë, edhe konsumatori mbetet totalisht me motje. Të 2 ormacit u larguan kurse biznesit ju vendos një njësor i vetëm në shtyllë elektrike nga i cili furnizohet i gjithë biznesi. Në këso situata, vjedhja e energjisë është më e vështirë për të realizuar.